I ke gjur njerëzit kur thonë sa më ka ecë puna sot, kam punu sa për gjithë javën, dhe pastaj të nesërmen, hiç fare. Orë para kompjuterit, zero rezultate. E vetmja gjë që të ecën është ankthi duke imagjinuar veten duke bërë gjën që s'ke pikë dëshirë ta bësh. Tani si shpjegohet kjo? Pse një ditë bëjmë punën e një jave dhe një ditë tjetër e birrim kohën kot? A ka diçka të fshehtë që po luan ping-pong me ne? Ndonjë sekret, formula apo ndonjë aplikacion këtu që na drejton? Përgjigja është po. McKinsey 10 vjet studime, kjo formulë të bën 500% më produktiv. Departamenti i mbrojtjes, snajperët mësojnë 240% më shpejt falë kësaj formule. Kirurgët bëjnë më pak gabime, programuesit shkruajnë kod perfekt, shkrimtarët shkruajnë në një javë atë që ju duhej një vit. Kjo gjendje nuk është rastësi, nuk është një aksident i bukur, fat që herë të bie e herë jo. Është biologji, shkencëtarët e quajnë fjolla. Ky kompozitor e shkruan më së miri gjendjen e fjollës, se si është të jesh në fjollë. Je në një gjendje ekstaze aq të thellë sa pothuajse nuk e ndjen ekzistencën tënde. Më duket sikur dora po më punon pa vullnetin tim dhe nuk kam as pak gisht në ato që po ndodh. Thjesht rrije sodis procesin i mahnitur, ndërkohë që ai rrjedh vet. Gjërat shkojnë fjoll. Ato ditë kur të ka ecur puna, ishe në fjoll. Ndoshta edhe nuk e dije. Gjendja e fjollës është kulmi i vënjes së trurit në shërbim të performancës. Në letërsinë klasike kjo gjendje përshkruhet si ardhja e muzës. Kur njerëzit përfshihen pra në veprimtari të cilat u atërheqin vëmendjen pa ndonjë mundim të madh, truri i tyre bie në qetësi dhe përparojnë lirisht. Nëse përqendrimi yt nga ana tjetër është i sforcuar, performanca vuan nga fërkimi i brendshëm, dyshimit e vetja, jam e paaft për këtë punë, nuk e marr vesh, më jep ankth, më mërzit. Fakti që askush nuk ta mësoj se si të hym lehtësisht në gjendjen e fjollës, nuk do të thotë se ajo nuk është aty, duke pritur. Fatkeqësisht disa njerëz hyjnë në rrugën e gabuar për gjetur fjollën. Këtu nduar kam një nga librat më të rëndësishëm në fushën e psikologjisë të 25 viteve të fundit, i autorit Mihaly Csikszentmihalyi. Njerëzit kanë kërkuar gjithmonë gjendjen e fjollës. Është gjendja më e këndshme në tokë, aq e dëshirueshme sa truri ynë bën çmos që ta gjej. Disa e gjejnë nëpërmjet pijes, bixhozit, kakoinës, drejtimit të mjetit me 170 orë, hashashit, por të gjitha këto janë porta të gabuara, sepse ajo që po kërkojnë truri e prodhon vetë falas brenda tyre, pa efekt anësore, pa kosto, pa rrezik. Dhe kjo është ajo që do të bëjmë sot. Kur them që fjolla është një formulë biologjike dhe të lejon që të bësh punën e një jave brenda një dite, duket sikur po e ëmbëlsoj shumë për të shitur ndonjë gjë. Më bën të ndukem si ndonjë nga ata shitësit e perdeve te pazari ose dyshekësh me call center. Por po të shtoj pastaj që kjo të bën 400% më produktiv, të bën 500% më krijues, kreativ, pra do të fillosh të mendosh me siguri që ky e ka me të fut me këtë muhabet. E kuptoj skepticizmin, sepse për shumë kohë kjo gjendje është trajtuar si një aksident fatlum, mistike, diçka e pakapshme. Dhe misioni sot është që ta shembim këtë bindje kufizuese, që të kalojmë perceptimin e gjendjes së fjollës nga diçka magjike në një formulë neurobiologjike. Fjolla është një formulë biologjike dhe nëse është formulë do të thotë se ne mund ta inxhinierojmë atë, mund ta përsërisim sa herë të duam sipas dëshirës tonë. Por si fillim, duhet të sqarojmë një keqkuptim të madh. Sepse ka shumë tipa që thonë, po unë përqendrohem kollaj, ç'm duhet mua fjolla, unë arrita kyç vëmendjen time 6 orë rresh duke parë Netflix. Dhe pyetja që i pret ata pasi e thon këtë gjë është kjo: kur pas 6 orësh duke parë filma, si përfundim e fik ekranin, a ndjehesh më produktiv? Dhe përgjigja që marr është gjithmonë ja. Ky është ndryshimi themelor, pra, përqendrimi i tillë është pasiv, fjolla është aktive. Përkufizimi i bërthamit Csikszentmihalit është ky. Për fjollën, është një gjendje ku vetdia jote dhe veprimet tua shkrihen, bëhen njësh. Kur je duke parë TV, televizion, ti je i vetëdijshëm për ekranin, por nuk je pjesë e tij. Në fjollë, kjo ndarje, kjo distancë midis teje dhe asaj që po bën, zhduket. Ti nuk je duke e parë pra botën nënujore, ti e bër bota nënujore. Tani pse rrjedha e kohës, sensi i kohës merr këtë trajt të çuditshme kur jemi në fjollë, sikur e harrojmë kohën. Sepse nëse jam i përqendruar, a nuk është
se duhet të jem më i vëmendshëm, më i vetëdijshëm për atë që po ndodh, duhet të jem më alert mbi gjithçka që po ndodh brenda meje dhe përreth meje. Kështu supozohet të funksionojë gjëja, apo jo? Përgjigjja e kësaj lidhet me resurset, energjitë trunore, ekonominë kognitive. Për llogaritja rrjedhës së kohës është një punë që kërkon shpenzim të madh kognitiv për trurin. Është si ai aplikacioni aty në sfond që na agllaberon gjithë memorien RAM. Kur të duhet 100% e vëmendjes për të kryer një gjë, një punë që ke nduar, truri thjesht e fik këtë aplikacionin tjetër jo thelbësor që është duke numëruar sekondat. Jap se sensi i kohës zhduket kur je në fjoll. Cigzen Mihali vuri re diçka tjetër shumë interesante. Ai vuri re se disa njerëz kanë më të lehtë se të tjerët për të hyrë në gjendjen e fjollës. Dhe ai i quajti këta njerëz autotelik. Nga greqishtja auto do të thotë vetë dhe telos do të thotë qëllim, synim, pra objektiv. Këta njerëz që e marrin shpërblimin pra vetë nga akti i kryerjes së punës, jo nga rroga, jo nga fundjava, jo nga lavdërimet. Personaliteti i tyre është vetë shpërblyes, pra marrin kënaqësinë nga kryerja e gjës. Lajmi i mirë është se nuk ke nevojë të lindesh autotelik, mund të bëhesh. Dhe sekreti është ky, të gjesh lojën brenda punës. Find the game in the work. Sepse kur je plotësisht i motivuar vetëm nga shpërblimi i jashtëm, bonusi, promovimi, lavdërimi, vëmendja jote është e shkapërndar, pra e ndar, e përçar. Ti nuk je pra me defekt, je i përçar. You're not broken, you're divided. Një pjesë e trurit tënd është në të tashmen, duke bërë këtë punën, dhe një pjesë tjetër është në të ardhmen, duke pritur shpërblimin. Dhe fjolla kërkon 100% të vëmendjes në të tashmen. Nga të gjitha kohet e foljes që ekzistojnë në gjuhën shqipe, fjolla preferon vetëm njërin prej tyre. Fjolla vepron vetëm në të tashmen e thellë, jo në të ardhmen, jo në të shkuarën e pakryer, jo në të ardhmen e përparme. Fjolla vepron në të tashmen. Mënyra e thellë, e tashmja e thellë, jo dëftore, jo lidhore, jo habitore. Pra pyetja që bëhet në këtë rast është, që vjen natyrshëm është kjo: si ta gjejmë ne tani këtë lojën brenda punës? Dhe Cigzen Mihali na dha 3 kushte. Cigzen Mihali na i dha rregullat e asaj loje. Ai tha se duhet të plotësohen 3 kushte për të hyrë në fjollë. Së pari duhet të kesh qëllime të qarta. Të thuash dua të mësoj piano nuk është qëllim i qartë, por nëse thua dua të luaj verdin përballë një salle të mbushur plot ku familjarët e mi janë në rreshtjen e parë dhe pasi mbaron shfaqja të gjithë ngrihen në këmbë dhe më duar trokasin, kjo është qëllimi i qartë, ky është i qartë. Ose mund të thuash dua të luaj Mozartin vetëm në shtëpi, në mbrëmje për të dashurën time. Edhe kjo është e qartë. Ku është ndryshimi pra këtu? Është te informacioni shqisor. Ti duhet ta dish saktësisht se çfarë do të shohësh, çfarë do të dëgjosh, çfarë do të ndjesh kur qëllimi yt të përmbushet. Çfarë informacioni pra do të mbërrijë në shqisat e mia në momentin kur qëllimi është përmbushur. Këtë duhet ta dish paraprakisht. Dhe e dyta që duhet të kesh është një feedback i menjëhershëm. Kjo duket gjithmonë e vështirë, sidomos për ata që bëjnë punë në zyrë nëpër tavolina, më kupton, punë intelektuale. Një kirurg për shembull e di më njëherë nëse një prerje është bërë gabim apo jo. Ai merr feedback të menjëhershëm. Një programues e sheh më njëherë nëse kodi nuk është përpiluar, sepse i del bug, i del error, e kupton. Një kuzhinier e kupton direkt nëse i ngatroi sasitë, sepse s'del shija si duhet. Por nëse unë po shkruaj një plan strategjik, kjo është pengesë shumë e madhe, sepse duhet ta krijosh vetë ciklin e feedbackut. Nuk mund të presësh që shefi ta miratoj atë pas 3 javësh. Duhet të vendosësh metrika të brendshme pra për të kuptuar se si po ecën. A e shkrova paragrafin qartë? Po, check. A e lexoi dikush tjetër përveç meje që i pëlqeu? Po, check. Këto janë ato fitoret e vogla, pra mikrofitoret. Mirë. Dhe kushti i tretë, ky është më i madhi. Balanca mes sfidës dhe aftësisë. Çdo punë që ne kryejmë, çdo detyrë që marrim përsipër, mund të zbërthehet në 2 komponentë, në aftësi dhe sfidë. Pra, sa i aftë jam unë për ta kryer këtë punë? Dhe tjetra, sa sfiduese është kjo punë për mua, sa më sfidon, sa e vështirë është, sa e përballueshme është për mua. Kur një punë është shumë e thjeshtë, shumë e kollajt, ajo bëhet as pak sfiduese për aftësitë e mia. Dhe kur nuk është sfiduese për aftësitë e mia, çfarë ndodh me kohën? Unë mërzitem.
Kjo gjë nuk më përmbush mua, thua. Jam e aftë për shumë më tepër. Nuk ndihem e gjallë, dua diçka më shumë. Nga ana tjetër, kur një punë është shumë e vështirë, shumë sfiduese, mbytse, e papërballueshme për aftësitë tua, si ndihesh ti? Në ankth, dyshon të vetja. Po sigurisht. Dhe tani rasti tjetër është i balancës pra, kur aftësitë mia barazohen me sfidën që paraqet gjëja. Në këtë ekuilibër të aftësisë sime me sfidën e detyrës që kam përpara, krijohet ajo mikroklima që lejon fjollën. Imagjinoje veten në kohën kur ishe duke mësuar notin. Thellësia e detit ishte e tillë që të ngjallte ankth të madh. Nuk guxoje të shkoje më thellë se sa deri këtu, gjoks. Pra sfida ishte e madhe dhe aftësia jote notuese ishte e vogël. Dhe kjo të sjell ankth. Pastaj fillove të praktikoje, të mësoje notin, të ndihmonte dikush të notoje, derisa arrite të bashkëpunoje me sipërfaqen e ujit, që ta mbaje trupin të shtrirë paralel me detin, dhe pastaj me kohën të zhvendoseshe në atë pozicion trupor. Dhe tani thellësia e detit ty nuk të ngjall më ankth. Ti fillon edhe e shijon notin në thellësi, sepse je në fjoll. Pra si lexohet ky grafik? Kur detyra që po bëjmë na duket shumë e vështirë, mbytse, sfiduese, është sinjali fort që për të hyrë në fjoll duhet të çfarë? Fitojmë aftësi të reja pra, kurse, praktik, leksione, podcaste, coaching, mentorim kush mundet. Nga ana tjetër, kur detyra që po bëjmë bëhet e mërzitshme, do të thotë se po atrofizojmë veten kot aty, po birrim shpirtin ton. Dhe tani është koha për çfarë? Të marrim përgjegjësi të reja, sfida të reja, të riskojmë pak më tepër. Tani dikush mund të thotë këto janë gjëra shumë interesante, i shpjegove shumë bukur, janë metafora mbreslënse, të japin një hartë të plot konceptuale të asaj se çfarë po ndodh. Mirë po unë dua diçka konkrete, dua hapat 1, 2, 3, 4, si ta ndez motorin në mëngjes që të futem në fjoll. Dhe kjo është saktësisht ajo që do të bëjmë tani. Psikologjia është një metaforë dhe mund të jetë subjektive në shumë raste. Por neurobiologjia është mekanizëm dhe është e njëjtë për të gjithë specien tonë, tek të gjithë njerëzit. Nëse do ta bësh fjollën të përsëritshme, ta kesh në dorë sipas dëshirës tënde, duhet ta kuptosh neurobiologjin, mrokullat tu brenda, çfarë po ndodhin. Dhe njeriu që do të na udhëzojë në këtë pjesë është Steven Kotler, autori i librit Arti i të pamundurës. Dhe tani erdhi momenti që ta hapim kapakun dhe të shohim çfarë ka brenda. Kur jemi në fjoll, çfarë po ndodh realisht brenda kafkës tonë? Unë imagjinoj sikur i gjithë truri ynë ndizet si pemë krishtlindjesh. Duket logjike pra ta imagjinosh kështu. Në fakt, ndodh krejt e kundërta. Mekanizmi kyç quhet hipofrontalitet kalimtar. Transient hypofrontality. Çfarë do të thotë ky term gogol? Kalimtar do të thotë i përkohshëm. Hipo do të thotë më pak. Dhe frontaliteti referohet korteksit prefrontal, pra është ajo pjesa vetvëzhguese e trurit, është ceoja, planifikuesja, organizuesja. Pse do ta donim tani ta fiknim kur jemi në fjoll këtë pjesën më të rëndësishme, që është pjesa më e zgjuar? Është pjesa më e zgjuar, por është edhe pjesa më ngadalë gjithashtu, sepse merret me vendime komplekse, me përpunim, me planifikim, sistemi 2 për ata që kanë lexuar Daniel Kahneman. Dhe është shumë e rëndësishme sepse është ai syri i jashtëm, syri imagjinar me të cilin ne vëzhgojmë veten tonë. Është kritiku yt i brendshëm pra, është ai zëri që thot apo e bëj këtë gjën siç duhet, apo po dukem si budalla. Është departamenti i dyshimit. Dhe kur je në fjoll, po e merr falas ato që njerëzit përpiqen të arrijnë vite e vite meditim, ta fikin pra, ta shuajnë atë zërin e brendshëm kritik. Truri mbi ngarkohet aq shumë në fjoll nga detyra saqë i çaktivizon këtë korteksin dyshues për të kursyer energji, dhe për këtë arsye zhduket edhe konceptimi i vetes. Për këtë arsye ne ndjehemi të shkrirë me aktivitetin që po bëjmë, sepse nuk ka asnjë pjesë aktive të trurit që të na gjenerojnë atë ndjesinë e izolimit nga gjëja. Ti po e përkemben pra të menduarit ngadalë programues me diçka të shpejt intuitive. Imagjinoje sikur ti je duke punuar në një kompani dhe shefi e ka bërë vesh që të vijë të rritë zyra jote. Në këto kushte ti e ke të vështirë të bësh ndonjë punë të hajrit, duke e pasur shefin gjithkohës aty që po të sheh, që mban në dorë, duke bërë mohabet me ty, duke folur për gjëra.
Ndërsa kur je në hipofrontalitet kalimtar, shefi ka ikur nga zyra jote, të ka lënë të bësh punën tënde dhe tani bëhet më kollajt për ty që të punosh. Pra kjo është hipofrontaliteti kalimtar. Po tani rritja e performancës nga vjen, sepse ne tham rritet 500% dhe fikja e lobit frontal nuk e shpjegon plotësisht të gjë. Dhe tani hyn në lojë neurokimia. Kotler e quan këtë farmacia e trurit dhe nuk është e rastësishme, është një sekuencë shumë specifike që ndodh, një kaskadë hormonesh. Dhe faza e parë është saldimi. Ti pikas një detaj, dallon një model, një ngjashmëri të diçkaje me diçka tjetër, me atë që po bën, dhe kjo të jep një dozë të madhe norepinefrine dhe dopamine. Norepinefrina është si adrenalina për trurin, ngushton fokusin, na përqendron më shumë, na thellon. Dhe dopamina të emocionon, të ndihmon të dallosh akoma më shumë modele ngjashmëri midis gjërave. Pra je fizikisht i kyçur, nuk mund të shkëputesh sepse këto dy hormone po bëjnë shkëndijën e parë që të fillojë shkrirja, elektroda pra me gjën që po bën. Pastaj vjen faza e dytë, hetuesi këmbgulës. Ky është momenti që nxitet mendimi lateral, pra lidhje që normalisht nuk do t'i bëje, nuk do t'i lidhje këto gjëra. Pra kap një lidhje të fshehtë midis gjërave që më parë ty të dukeshin pa lidhje me njëra tjetrën. Dhe kjo të krijon një dozë misteri të cilën nuk mund të rrish pa e zbuluar se deri ku shkon. Truri pra lëshon endorfina dhe anandamid në këtë fazë. Endorfinat janë si morfin natyrale, por një 100 herë më të fuqishme. Për çfarë shërben ata? Për të maskuar dhimbjen dhe lodhjen, jap se kur jemi në fjoll nuk ndjejmë lodhje. Dhe anandamida, molekula e lumturisë, pra kjo rrit kreativitetin. Kur ti kupton strukturën e fshehtë se si lidheshin dy gjëra dhe fillon ta përdorësh atë strukturë të fshehtë për të krijuar lidhje të tjera vetë midis gjërave, atëherë kjo të jep një fuqi të madhe. Dhe ka edhe një fazë të tretë pastaj që është pas përndritja. Ky është momenti ku ajo që ke kuptuar të bën sens dhe kjo lëshon serotonin, krijon atë ndjesinë e qetësisë dhe kënaqësisë që ke bërë një punë të mirë dhe ke arritur një rezultat shumë pozitiv me atë që ke mësuar. Është një koktejl pra shumë i fuqishëm neurokimik. Jap se gjendja optimale e ndërgjegjes quhet fjolla, sepse jo vetëm 400% bësh produktiv, jo vetëm 500% më shumë kreativ, por edhe je në një gjendje shpirtërore që është një formë lidhjeje me gjithësinë, me krijuesin. Kjo është arsyeja pse fjolla është gjendja më e këndshme dhe që krijon varësinë më të fortë në tokë. Kotler thekson se drogat e rrugës përpiqen të imitojnë këto kimikate të fjollës një nga një. Por që truri i prodhon vetë kur je në fjollë, i përzihen në një sekuencë perfekte. Pra, koktejli kimik që përdor truri për të hyrë në fjollë përbëhet nga 5 substanca: dopamina, norepinefrina, endorfina, anandamida dhe serotonina. 5 pra. Tani çfarë bën një person që e dëshiron gjendjen e fjollës dhe përpiqet të hyjë në fjollë me metoda të gabuara? Ai nuk e gjen kurrë dozën perfekte të tyre, edhe pse përpiqet. Sepse dozën e dopaminës po përpiqet ta marrë nga kakoina. Norepinefrinën, adrenalinën pra e merr nga shpejtësia, ecja me 140 në orë me makinë në autostradë. Endorfinën përpiqet ta marrë nga alkooli. Anandaminën përpiqet ta marrë nga THC-ja, nga hashashi pra. Serotoninën e merr nëse pas gjitha këtyreve që ka bërë më herët, shpëton pa bërë aksident. Kuptojnë pra thellësisht se bixhozi, substanca dhe pija janë tentativa anësore për të hyrë në fjollë. Është mënyra se si dikush që nuk ja mësuan kurrë të hap derën kryesore, përpiqet që të hyjë nga dritarja. Pija, bixhozi janë mënyrat e tij apo saj për të hyrë në këtë gjendje në fjollës, lumturisë dhe kënaqësisë finale. Janë mënyra e tyre pra për të lidhur me gjithësinë, duke u bërë haj. Prandaj janë kaq të vështira shputja nga bixhozi, substancat dhe pija, sepse nëpërmjet tyre personi ka gjetur një shteg për të lidhur me gjithësinë, me krijuesin pra. Është shpirti kundër shpirtit. Mirë, tash e dim se çfarë ndodh brenda kafkës ton kur jemi në fjollë, e dim biologjinë, tani pyetja e madhe është si do ta aktivizojmë. Dhe Kotler thotë se fjolla ndjek fokusin. Ky është rregulli i artë. Nuk mund të hysh në fjollë nëse je i shpërqendruar. Çdo aktivizues i njohur i fjollës bën një gjë të vetme. E shtyn vëmendjen tënde në të tashmen e thellë. Ndjesia e rrezikut pra e sfidës është një aktivizues i dukshëm i fjollës. Nëse po ngjit shkëmbin, duhet të fokusohesh, se ndryshe rrëshqet dhe ka risk.
Nëse po hidhesh nga trampolina, duhet të fokusohesh se çfarë po bën, distancën, ku do biesh. Nëse të kanë mbetur vetëm 7 minuta për të plotësuar taksa, duhet të fokusohesh të mos bësh gabime me shifrat, sepse ka një dozë rreziku pra nëse gabon. Po për ne të tjerë që punojmë në tavolina, me kompjutra, me butona, aktivizuesi më i madh për punëtorët e këtij tipi ose të atyre me karrige dhe ekran është dallimi, kapja e ngjashmërisë së modeleve që studiojnë, sepse truri merr një dozë të vogël dopamine sa herë lidh dy ide që duken si të palidhshme. Kur sheh pra se si një koncept nga një fushë tjetër vlen për një problem tëndin, merr dopamin dhe kjo e thellon fokusin, të shtyn dëshirën ta hetosh më tej dhe mund të hipesh në atë val, pra në atë dallg dhe të bësh surf me të. Hipen në dallgën e dopaminës që të përcjell deri në gjendjen e fjollës. Tani le të kthehemi asaj edhe një herë asaj balancës sfidë-aftësi. Kotler bëhet shumë specifik me rregullin e tij 4%. Ai thotë se pika ideale është kur sfida e te kalon nivelin aktual të aftësive tua me rreth 4% deri në 5, jo më shumë. Po si matet kjo në praktikë? Si mund ta masun 4%-shin e një projekti kreativ? Nuk është një numër i prerë. Është më shumë një ndjesi. Mendoje 4%-shin kështu. Nëse bëj një detyrë dhe është aq e lehtë sa mund ta bëj në gjumë, është 0% sfida që të shfaq ajo gjë. Nëse është aq e vështirë sa nuk di nga t'ja nisësh, do të ndihesh në ankth. Pra, 4% cili është këtu? Është ajo ndjesia kur thua, kjo duket e vështirë, por që edhe mund ta dreqos fare, por mendoj se do t'ja dal. Është ajo doza e lehtë pra e riskimit që e bën trurin të kushtoj vëmendje. Dhe këtu është me vend që të bëjmë një paralemrim pa ata tipa që janë shumë ambicioze, futen më të parët dhe gabojnë, sepse ata e teprojnë, marrin një sfidë më të madhe se 4%, e marrin 20%, sepse duan lavdine me njëhershme. Por kjo vetëm sa arrit ankthin, truri mbushet me kortizol dhe kortizoli është bllokuesi kryesor i fjollës. Pra, duhet t'i shtriqësh muskujt për të hyrë në fjollë, jo t'i këpusesh ata. Tani bllokuesi e fjollës, kush janë bllokuesit? Nëse flasim për bllokuesit e fjollës, duhet flasim për shpërqendrimet, detonuesit absolut të fjollës. Është kryer një studim i famshëm me programuesit ku u zbulua se një ndërprerje e vetme, një mesazh, një prekje në shpatull, një njoftim, çfarë do, u merrte atyre deri në 15 minuta për të rikthyer në fokus të thellë, ashtu siç ishin. Pra 15 minuta të humbura vetëm me një njoftim. Dhe nëse ndërpritesh 4 apo 5 herë gjatë një mëngjesi, mund ta konsiderosh ditën të humbur. S'ke shanse për fjollën, jo, është friksuese pra. Nëse arrijmë që vërtet ta bëjmë atë sfidën e 4% dhe bllokojmë të gjitha shpërqendrimet që na vijnë, shpërblimi do të jetë i menjëhershëm, jashtëzakonshëm. Fjolla pra nuk është vetëm çështje produktiviteti, fjolla është edhe një çështje e një jete kuptim plot. Kotler ka ndërtuar edhe këtë idenë e piramidës së motivimit, që është një kornizë brillante për ndërtimin e asaj që ai e quan një stil jetese me fjollë të lartë. Dhe nga nis kjo piramida? Kjo fillon nga diçka shumë e thjeshtë, nga kurioziteti. Çfarë është kureshtia pra? Për ta shpjeguar fiks se si fillon kjo me kureshtin, askush më shumë se nuk mund të na ndihmoj se sa neuroshkencëtarja Anne-Marie Le Canf, autore e Tiny Experiments. E gjitha ajo që të duhet, thot Le Canf, janë mikroeksperimentet personale. Çfarë janë këto? Këto janë pakte kurioze. Dhe çfarë është një pakt kurioz? Për të ndërtuar një pakt, duhet të bësh një eksperiment duke ndjekur një format shumë të thjeshtë dhe specifik. Unë do të testoj X për kohëzgjatjen Y. Njësoj si shkencëtarët kur bëjnë kërkime shkencore, ato hedhin një hipotezë dhe pastaj e testojnë hipotezën. Për shembull, unë mund të hedh një hipotezë, mund të them, ndriçimi LED i përkeqëson shenjat e ADHD-s. Dhe tani unë e testoj hipotezën time. Përpiqem të jetoj 2 javë pa dritë LED dhe shoh çfarë ndodh me ADHD-n time. Pra pakti kurioz bazohet në udhëzime që janë të qarta dhe të kufizuara në kohë. Prandaj nuk është njësoj si të thuash dua të mësoj programimin, se ky është një pakt i dobët, ndërsa të thuash
do të programoj çdo ditë për 100 ditë rresht, është shumë pak i mirë. Në vend që të thuash dua të shkruaj një libër, provo të thuash dua të shkruaj çdo ditë të javës për 6 muajt e ardhshëm. Dhe të shoh çfarë del. Zëvendësoje pra, dua të vrapoj në një maraton me do të vrapoj çdo të diel për 6 javë. Dhe të shoh çfarë del. Formati pra i paktit kurioz ofron një mënyrë për ta parë çdo gjë sikur është një eksperiment. Everything is a test. Dhe pjesa më e rëndësishme të shohësh çfarë del në fund të tij. Çfarë më njofton, çfarë produkti më jep, çfarë mora në fund të këtij testimi. Pra është output kundrejt outcome. Pra nuk përkërkojmë të arrijmë një rezultat të caktuar. Thjesht jemi kurioz të dimë çfarë produkti do marr nëse veproj kështu. Ky është koncepti tiny experiments. Dhe një pakt mund të jetë shumë i thjeshtë, i tipit ja t'jap një shembull konkret. Unë dua të bëj një pakt kurioz për 3 ditë rresht. Do të ushqejem vetëm një vakt në ditë. Do ha vetëm një vakt në ditë për 3 ditë rresht. Dhe në atë vakt do ha vetëm 2 konserva peshku. Okej? Asgjë tjetër. Dhe do të shoh çfarë ndodh me mua pas tyre 3 ditëve. Në fund të 3 ditëve unë peshohem dhe vërej se kam humbur, kam rënë në peshë. Por ka ndodhur edhe diçka tjetër që nuk e prisja. Fytyra ime është bërë më e pastër, më e lëmuar. Dhe kjo më bën kurështar. Ta hetoj më tej gjën, si ndodhi, nga erdhi kjo. Çfarë lidhje ka kjo gjë me këtë gjën tjetër? Pakti kurioz pra të ndihmon të testosh supozimet tua në lidhje me punën. Për shembull të bllakosh 2 orë për lexim dhe mendim krijues çdo të hënë për një muaj. Për shëndetin, për shembull të flesh në të njëjtën orë çdo ditë për një javë dhe të shohësh çfarë ndodh. Ose të provosh çfarë ndodh nëse për një javë rresht në vend që të lozësh atë skedinën, me ato para i blen një dhuratë vajzës dhe ja çon në shtëpi dhe shikon çfarë ndodh. Nëse ajo çfarë ndodh apo të bën mjaftueshëm si thua kureshtar rezultati dhe kupton se si janë të ndërlidhura disa gjëra, ato shndërrohen në pasion pastaj. Dhe kur ke pasion, e lidh me një kauzë më të madhe se vetja dhe kauza bëhet qëllim pastaj. Pra, kemi kureshti, pastaj pasion, pastaj qëllim. Dhe për ta mbajtur gjallë një qëllim, të duhet autonomi. Liria pra për ta ndjekur atë qëllim, liria kohore, liria financiare, duhet ta ushqesh. Dhe pastaj vjen mjeshtëria, aftësitë për të bërë më i miri në atë gjë. Shumica, disa përpiqen të hidhen direkt tek qëllimi, pastaj tek mjeshtria. Nuk funksionon kështu, sepse së pari duhet baza neurokimike, duhet ajo supa e hormoneve që të suportojë. Dhe tash, ajo që duhet të dim është si ta bëjmë këtë gjën më praktike, si duhet ta strukturoj unë ditën time për të qenë në fjollë sa më shumë. Çfarë ndodh në gjendjen e fjollës? Çfarë si ndjehemi kur në gjendjen? Bëhemi njësh me punën që kemi. Ndjesia e kohës ikën, nuk kemi më ndjesi në rrjedhën e kohës. Thjesht ndjehemi sikur koha nuk ekziston më. Përparojmë lirisht. Gjëja që po bëjmë duket shumë e thjesht, nuk na kërkon përpjekje. Përvoja është autotelike pra, përvoja na jep kënaqësi në vetvete, nuk është se po presim një rezultat apo të arrijmë një qëllim apo të përfitojmë diçka. Thjesht bërja e gjës, siç është kuzhinieri që shijon aktin e të gatuarit, më shumë se sa vetë ushqimin, e njëjta gjë ndodh edhe me përvojën autotelike që dikton fjolla. Ndjehemi edhe në kontroll pra, që gjëja që po bëjmë është në kontrollin ton dhe po e drejtojmë gjën bashkë me të. Dhe shkrihemi me të, bëhemi njësh me të. Çfarë ndodh? Gjëja interesante tjetër është se muskulatura e faqes ndryshon kur jemi në fjolla. Kur jemi në fjollë, muskujt lirohen, bëhen më të qetë, marrim atë që quhet Mona Lisa smile. Pra kemi një gjendje të përndritur dhe të relaksuar të muskujt të fytyrës, ose marrim atë Buddha face kur jemi në fjollë, që është diçka shumë interesante. Mekanizmi që na lejon fjollën quhet hiperfrontalitet kalimtar. Pra, çfarë ndodh në hiperfrontalitet kalimtar? Pjesa korteksi frontal i trurit, që është si thua CEO, fiket. Dhe gjithë pjesa e trurit pastaj lejon që të punojë me përpikmëri dhe
në marsh të shpejt. Çfarë ndodh në trurin? Si përzihet, si bëhet kjo supa neurokimike kur ne jemi në fjoll? Ajo që Kotler e quan farmacia e trurit? E para është dopamina, që na jep fokus, pra ekscitim, kënaqësi kur dallojmë ngjashmërimin midis gjërave. Të njëjtën gjë ne mund ta marrim në mënyrë destruktive nëpërmjet kokainës, pra. E dyta është norepinefrina, është ai hormoni i alertit, pra i vëmendjes, i leopardit që i mban syt hapur për gjurmuar, i energjisë, i nxitjes. Të njëjtën gjë ne e marrim në mënyrë destruktive kur japim makinës me 180 në orë në autostradë. Çfarë ndodh tjetër? Neurotransmetuesi tjetër janë endorfinat, pra, që janë për të shuar dhimbjen, për të maskuar atë dhimbjen që ndodh dhe për të na dhënë kënaqësi në vend të tyre. Dhe këto zakonisht i marrim kur marrim opiate, substanca të ndryshme. Tjetra është anandamida. Anandamida na bën trim që të bëjmë mendim lateral, pra të mendojmë në mënyrë dytësore, second order thinking, të shohim gjërat se si lidhen fushat, disiplinat të ndryshme që nuk kanë qenë kur të lidhura aq bukur më përpara, tani lidhen dhe na duken sikur kemi zbuluar një sekret, pra kemi zbuluar një formë që nuk dihej se ishin të lidhura me njëra tjetrën. Dhe në fund, pasi e bëjmë këtë zbulim, ne kemi zbuluar atë që pastaj është serotonina, që është hormoni, ai është i përndritjes, pra hormoni i ndjesisë së mirë, i kënaqësisë, i mirëqenies. Kjo është supa neurokimike që krijohet, pra të 5 elementet të cilët ose i marrim në mënyrë siç është programuar biologjikisht njeriu për t'i marrë, ose bëjmë atë tjetrën që është më pak ose as pak e dëshirueshme, duke i marrë ato në mënyra destruktive. Rregulli i artë, balanca midis aftësive dhe sfidës. Pra këtu kemi aftësi dhe këtu kemi sfidë. Kur një gjë që po bëjmë, jemi shumë të aftë dhe ajo nuk na ngjall ndonjë sens sfide, pra është diçka që ne mund ta bëjmë me sy mbyllur, atëherë ne bëhemi bored, bëhemi të mërzitur nga ajo gjëja. Nga ana tjetër, kur gjëja që po bëjmë është shumë sfiduese dhe ne kemi pak aftësi për ta bërë, çfarë ndodh? Na ngjall ankth, duket sikur po e mbajmë mbi supë, po mbajmë botën mbi supë, është shumë e rëndë për ne. Dhe kjo bëhet e ububushme, është e padurueshme për ne. Dhe pastaj ndodh ajo që është balanca midis këtyre dyjave. Dhe këtu ndodh gjendja e fjollës. Dhe Kotler thotë se këtu vlen rregulli i 4%-shit, pra gjëja që ti je i aftë për ta bërë, duhet të jetë 4% më shumë sfiduese që i kalon aftësitë tua. Pra, kjo është mënyra se si ti e mbërthen vëmendjen. Kjo është gjëja që ty të josh për t'u marrë me të. Është ky 4%-shi i Kotlerit. Pastaj, 3 kolonat që mbajnë gjallë fjollën. 3 kolonat që mbajnë gjallë fjollën janë e para është qëllimet e qarta, pra elementi shqetësor, si do ndihem unë, çfarë do shoh, çfarë do ndjej, çfarë do dëgjoj në momentin kur qëllimi është përmbushur. Do të jesh sa më i qartë për gjën. E dyta është feedback i menjëhershëm, si po e bëj punën, pra, dhe ta korrigjoj live në kohë reale, si po eci me gjën. Dhe e treta është balanca, pra, midis aftësisë dhe sfidës, ajo që tham më herët. Rregulli i artë i Kotlerit është flow follows focus, pra fjolla ndjek fokusin. Fjolla ndodh vetëm atëherë kur jemi në të tashmen e thellë, vetëm në këtë moment. Po e shpërqendruam veten me gjërat që do ndodhi, çfarë shpërblimi do marr. Gjitha këto ne dalim nga fjolla, nuk probabiliteti që të hyjmë në fjollë është shumë i ulët. Piramida e Kotlerit. E para për të hyrë rrugtimi, pra zinxhiri që na përcjell deri në fjollë, quhet ndryshe edhe piramida e Kotlerit, dhe në këtë rast ne çfarë kemi? Të parën kemi atë shkëndijën, pra saldimin. Kemi lëkonf, çfarë thot neuroshkencëtarja, eksperimentet e vogla, pra
tiny experiments. Nëpërmjet këtyre tiny experiments, ne arrim të hyjmë në një gjendje kureshtie, ngrejmë një hipotezë mbi diçka, edhe testojmë atë hipotezën, jo për të parë se çfarë rezultati do arri, por se çfarë produkti më sjell, çfarë del nga kjo dhe çfarë më njoftojnë këto rezultate, pra si ti interpretojnë ndryshe. Kyçesit e jashtëm, pra, si ta arredojmë ambientin, kontekstin ton, ambientin, environment ku ndodhemi ne për të pasur një flow sa më të shpejt, për të hyrë sa më shpejt në flow. Dhe kjo bëhet nëpërmjet diçkaje, pra rregulli i riskimit, duhet të jetë diçka që të ketë një farë risku brenda, pra të duket e frikshme pak, por nuk është diçka që nuk mund ta bësh. Është diçka që ka një farë pa parashikueshmërie, pra është një risi, nuk është diçka që e ke bërë 50 milion herë të tjera. Është diçka që të lejon një përvojë gjithë trupore, pra përfshihet i gjithë trupi, përfshihen të gjitha shqisat në aktivitetin që po bën. Dhe e katërta ka një element, një pattern recognition, pra është diçka që ty të ngjan me diçka që e ke parë diku përpara. Këto janë 3-4 elementet për të ndërtuar një kontekst që e lehtëson, si thua, na përcjell më lehtësisht në gjendjen e fjollës. Tani kush janë bllokuesit e fjollës? Bllokuesit e fjollës janë shpërqendrimet. Një shpërqendrim i vogël, një mesazh, një thirrje, një çfarë do, një shkputje për të bërë scroll, do të duhen minimumi 15 minuta e provuar për të rikthyer në atë të tashmen në thellë ku ishe. Dhe nëse ty të ndodh 4-5 herë, i bie që 4 herë 15 bëjnë 60 dhe të iku ora. Nëse të iku ora, të iku pothuajse gjithë paraditja. Tjetër, kush është? Të qenit më tepër i vetëdijshëm, pra ai syri i jashtëm që na vëzhgon, si po dukem, çfarë po bëj, apo më shohin të tjerët, apo dukem si budalla, apo dukem si mençur, si po dukem. Pra nëse je shumë i vetëdijshëm mbi veten tënde, pra apo e sheh veten me atë kamerën e jashtme imagjinare, syrin e jashtëm, atëherë fjolla do të bëhet shumë më e vështirë për të arritur. Dhe pastaj të paturit ankth të lartë, pra të kalimit të atij kufirit 4%. Në vend që të marrim 4% sfidë, në atë që bëjmë marrim 20%. E shtojmë dozën më shumë se ç'duhet. Kjo na jep ankth. Ose nëse e ulim dozën më shumë se ç'duhet, do na jap mërzi. Pra gjetja e asaj balancës. Çfarë na sjell? Të mira që na sjell fjolla. I tham, pra, produktiviteti, studim nga kompania serioze McKinsey, 500% rritje e produktivitetit. Aftësia për të mësuar, truri e regjistron shumë herë më thellë dhe për shumë kohë më gjatë në memorien afatgjatë gjërat që mëson kur është në flow, pra. Dhe kreativiteti, kemi një shpërthim kreativ, pra, në këtë rast kur jemi në fjoll. Na prodhon tru, na pjell mendja, siç thot populli, për çdo gjë. Tjetër, personaliteti autotelik, sa më shumë që ta mësojmë veten që të hymë më lehtësisht në gjendjen e fjollës, çfarë do ndodh me ne? Ne do të bëhemi shumë autotelik, do të kemi kënaqësi nga vetë përvoja dhe jo nga rezultati. Do fillojmë të shijojmë gjërat ndërsa i bëjmë. E keni parasysh ata të vjetrit që marrin atë ibrikun e çajit, e hedhin në filxhan ngadalë, pra i gjithë procesi ngjan si një ceremoni e madhe. Bëhet ka një ngadalësi të butë, të ëmbël, në të njëjtën mënyrë edhe ne bëhemi autotelik. Ne shijojmë edhe procesin, jo vetëm rezultatin. Protokolli, si duhet ta arredoj ditën time, si duhet t'i sajoj gjërat, si duhet t'i rendis gjërat që bëj unë gjatë një dite për të patur probabilitetin më të lartë për të hyrë në gjendjen e fjollës. E para është protokolli, pra, duhet të kesh një cikël jetese të tillë që është i ndarë në 90 minuta ose në 120 minuta. Nuk e di nëse e vure re, por edhe leksionet akademike janë të ndara në 90 minuta dhe kjo nuk është rastësi, sepse është studiuar se sa mund ta mbajë përqendrimin maksimal njeriu. Ose për shembull orët në shkollë të mesme dhe fillore që janë 45 minuta, është gjysma e 90-shit. Pra këto cikle nuk janë të kota, janë sepse është studiuar biologjia e njeriut dhe aq është kapaciteti maksimal i trurit për ta zgjatur të qenit në gjendjen e fjollës. E fundit është Bannister effect. Bannister effect ka lidhje me një efekt psikologjik i cili ka marrë emrin nga Roger Bannister. Dhe çfarë ndodhi me Roger Bannister? Ai kur ishte duke bërë një garë vrapimi, Roger Bannister, ndodhi diçka e çuditshme sepse ajo që quhet
4 milje në 1 minutë, pra. Përpara se Roger Bannister të bënte 4 milje në vitin 1954 brenda 1 minute, kjo nuk shihej si thjesht e vështirë, 4 milje në 1 minutë. Njerëzit mendonin se ishte biologjikisht e pamundur. Mjekët shkruanin artikuj duke argumentuar se zemra e njeriut do të shpërthente nëse do tentonim të bënim 4 milje për 1 minutë. Ishte parë pra një kufi absolut i specieve tona, një mur fizik, derisa Bannister e thyen këtë mur. Ai provoi se ishte e mundur të bëje 4 milje në 1 minutë. Dhe tani vjen pjesa e mahnitse prej të cilës mori emrin eksperimenti. Brenda atij viti, 10 vrapues të tjerë e thyen gjithashtu limitin. Biologjia pra e tyre nuk ishte ndryshuar, stërvitja e tyre nuk ishte revolucionarizuar papritur. Ajo që ndryshoi ishte vetëm bindja kufizuese. Pengesa psikologjike u zhduk ditën që Bannister e theu limitin. Kjo është fuqia e kësaj gjëje pra. Fjolla na lejon të hyjmë në një nivel të biologjisë son që na është thënë se nuk ekziston, nuk është e mundur, por përfundimi është se është e mundur. Fjolla nuk është magji, fjolla është neurobiologji, është një formulë biologjike. Dhe tani që shpresoj e mësove pak a shumë se si funksionon mekanizmi, ke lejen e plot ta përdorësh.